Tani, një dramë e re është duke nisur. Me sa duket, Xheneta Fetau dhe motra e Gjestit janë duke thumbuar njëra tjetrën vazhdimisht. Ish kunata, pavarësisht se motra e Eglit kur hyri supportoi motra e Gjestit kur hyri supportoi marrëdhënien e Eglit me Gjestin, dhe Xheneta ka filluar të komentoj Gjestin. Mirë, tani, çfarë ka ndodhur? Xheneta shpesh duke komentuar Gjestin është shprehur se ai nuk di të lidh dy fjalë bashk. Dhe Blerina ka reaguar duke thënë që kur thonë që ky nuk di të lidhë dy fjalë, folin të gjithë për të dhe sepse s'din të flasin për vete. Nuk ka çfarë të bëjnë ata. Nëse kjo është me pak fjalë përmbajtja. Janë duke thënë që, domethënë motra e Gjestit i thot Xhenetës që ti nuk ke se për çfarë të flasësh tjetër dhe prandaj flet për Gjestin dhe ofendon pa arsye. Më pas ka ardhur edhe një reagim tjetër nga motra e Gjestit, kush po flet e kush po do fam me emrin e tjetrit në pamundësi që të bëj emrin e vet. Pra edhe një herë, motra e Gjestit ka thumbuar Xhenetën duke thënë se ajo nuk ka se çfarë të bëj fam me emrin e vet dhe është duke përmendur Gjestin. Këtë Xheneta nuk e ka lënë pa reaguar. Reagimi i Xhenetës ka qenë një foto e abetares dhe ku i ka thënë që ju sugjeroj të blini një abetare deri në 2025 besoj që mësoni shkrimin dhe leximin. Pra po e cilëson Gjestin dhe motrën e tij si analfabet. Tani, një dramë e nxehtë që me siguri presim të shohim edhe më nga kjo situatë.